Po e para herë duhet të kuptojmë që fillon lufta tani midis Erionit dhe Belindës. Se kjo është mes këtyre dyve lufta. Kjo është dhe taktike e Ramës. Tani duke qenë ai duke dashur gjithmonë të jetë mbi këta, edhe pse dominon dhe ka forcë, gjithmonë do të tregojë edhe që njerëzit zihen ose kanë aspirata që t'i afrohen kryetarit historik të Partisë Socialiste. Historik nuk është. Po është historik, vetë ai do ta nxjerrë veten si kryetar historik, si më të mirin e Partisë Socialiste. Kështu që në këtë formë e shoh që këto lloj situatash me spakun brenda i cili futet dhe godet në disa pika kryesore, pa arritur gjithmonë te kreu, se ka të vështirë, mendoj që të arrijë te kreu. Sjell atë konfliktin e brendshëm, atë luftën e cila dukej ose mund të ketë qenë e fshehur, por nuk nxirrej për publikun. Tani është situatë krejtësisht e pabarabartë dhe e qartë konflikti. Pra kemi Erion Velien, cilin nuk interesohet njëri dhe qëndron në burg për aq sa do vazhdoj gjykimi i themelit, dhe kemi zonjën Balluku, e cila përdor të gjitha format dhe forcën e saj të cilën e ka akumuluar këto vite, dhe mbas edhe mbështetjen e kryeministit në një farë formë ose bekimin e kryeministit për të qëndruar ose për ta mbajtur ose për t'i bërë në një farë mënyrë edhe presion prokurisë posaçme me formën se si sillet. Duhet të kuptojmë që vajti mbas 7 ditësh, 8 ditësh mbasi e thirri prokuria posaçme për t'u paraqitur dhe për t'u komunikuar akuzat për rastin fjalë. Po zoti Veliej e shoh në këtë moment vetëm me informë të dali dhe të thotë se kush janë problematikat, sepse është ai në atë situatë. Ai nuk e thot dot, nuk e ka thënë deri tani dhe do e ketë vështirë që ta thotë më mbrapa. Nuk e bën dot betejën e tij as me kryeministin, as me Belinda Ballukun, mendoj. Ai mund të përpiqet me disa urdhra apo me disa forma që të mbijetojë në këtë tregun politik shqiptar, por kuptohet që fundi i tij politik ka ardhur, edhe pse gjykata kushtetuese nuk e shkarkoi, e ka shumë të vështirë që ai të ketë mundësinë që të bëjë një luftë politike brenda Partisë Socialiste, për më tepër pastaj në Bashkinë e Tiranës apo kudo tjetër. Kështu që i fituar nga kjo situatë në këtë betejë midis të brendshme ose midis vetë Partisë Socialiste, mendoj që është vetëm kryeministri Edi Rama i cili qëndron mbi të gjithë këta, dhe në fund të ditës kur intereson shet njërin apo shet tjetrin,